Ju përshëndes, e bujshme, mblidhe tërë diaspora shqiptare për të marshuar drejt Shqipërisë, për një nga protestat më të mëdha të të gjitha kohrave në trojës shqiptare. Po pse? Çfarë po ndodh? Le ta diskutojmë, sepse sa po pash lajmet në Euronews Albania, nuk i dija këto informacionet e fundit të këtyre protestave që janë bërë edhe në Londër, sepse jam informuar për sa i përket në Itali, në Gjermani dhe në vende tjera që janë bërë disa protesta kohët e fundit, po për atë të Londrës nuk ishja informuar. Në fakt, aty po organizohet pra një nga protestat më të madhe që do filloj pra nga Londra, do të mbledhin gjithë shqiptarët kudo që janë anë mban Evropës dhe do të shkojnë drejt Shqipërisë. Po kur? Tani le ta diskutojmë. Si gjithmonë kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përbashkë. Atëherë diskutojmë këto sepse radhë parë është e rëndësishme që duhet nënvizuar. Për mirë apo për keq, nëse populli është ngritur në këmbë, ka diçka. Pra diçka ka populli sepse ndoshta është lodhur, ndoshta nuk ka mundësi që të ekonomike apo le të themi probleme të tjera që e kanë shoqëruar deri në këtë pikë sa të mund të bëj protesta. Normal që dikush që bën protestën, padyshim ka disa mërzi. Mirë po, ata që organizojnë, kush janë? Pikërisht për këtë pra, doja që ta diskutonim së bashku për të kuptuar se çfarë po ndodh dhe çfarë do të ndodh në ditët në vijim. Atëre, si thash që pash lajme tani në Euronews Albania, dhe protesta do të nisi të njëjtën në datën 18 nga Londra. Pikërisht organizuesit që kanë bërë protestën gjatë këtyre ditëve përpara ambasadës shqiptare në Londër, po organizojnë pra që të mbledhin shqiptarët anë mban Evropës. Dhe çfarë do bëhet? Ata në datën 18 nisen që aty, pra në Londër, nga Londra dhe shkojnë drejt Evropës. Dhe pastaj duke shkuar në Belgjik, në Gjermani, pastaj zbresin poshtë në Austri dhe aty do takojnë edhe italian, me fjalë ata shqiptar që gjenden në Itali, në Gjermani, në Zvicër, në Holland, në Belgjik, në Austri dhe pastaj do zbresin poshtë nga Malizi derisa të zbresin në Shqipëri. Por kur do bëhet kjo protestë e madhe? Është vendosur pra sipas këtyre organizatorëve në datën 21 pra të dielën që vjen. Dhe sipas gjasave kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit të Shqipërisë. Tani, ajo që doja të diskutoj me ju është fakti që në qoftë se ngrihet diaspora në këmbë, atëre diçka e madhe po luhet, ose diçka e madhe po bëhet. Pse po e them këtë? Sepse duhet të dim diçka thelbësore që nuk e ka përmendur askush dhe unë doja që ta nënvizoja këtu. Deri sot janë larguar nga Shqipëria miliona njerëz. Ne po flasim tani për para viteve 1990, por edhe pas viteve 1990 u larguan shqiptar në pafundësi. Dhe janë pikërisht këta që janë larguar, duke filluar pastaj në vitet në vijim që u larguan pothuajse të gjithë sepse tashmë kanë mbetur rreth 2,5 milionë shqiptar në Shqipëri. Pra pjesa tjetër që është larguar janë këta që mbajnë familjet e tyre në Shqipëri. Pra shqiptarët që janë larguar me të ardhur financiare mbajnë familjarët në Shqipëri. Pra janë thelbësor diaspora, pra mbështetja e diasporës jashtë vendit për Shqipërinë. Është thelbësore sepse përveç se mbajnë në mënyrë ekonomike, sepse duhet të nënvizojmë dhe diçka vërtet të rëndësishme që le të themi që baza ekonomike në Shqipëri është e ulët dhe çmimet janë të larta. Njëkohësisht edhe pensionet pothuaj janë të ulta në krahasim me çmimet që janë të larta dhe të gjitha këto krijojnë inflacion në familje. Jo vetëm në le të themi në gjithë territori shqiptar, pra ekonomikisht, por në familje, sepse shteti normal që kërkon të bëj rrugë, të bëj ndërtime, të bëj aeroporte apo infrastruktura të tjera që të bëj zhvillimin e vendit për të qenë pjesë jo vetëm e Bashkimit Evropian, por të jetë edhe e denjë Shqipëria pra që të eci në krah për krah me shtetet fqinj. Mirë po është e rëndësishme kjo që duhet nënvizuar edhe njerë që si shtash dhe më përpara nuk e ka përmendur askush dhe nuk është një vantazh ky ose nuk është një që të them tani që unë e gjeta, nuk është kjo. Por është tepër e rëndësishme që duhet nënvizuar. Në qoftë se ngrihen pikërisht ata që mbajnë ekonominë familjare në Shqipëri, ekonominë familjare të pra diaspora që gjendet jashtë, atëre diçka e madhe do të luaj, diçka e madhe do të ndodh, sepse në qoftë se këta të huaj që janë shqiptar që jetojnë jashtë ndërpresin këto marrëdhëniet ekonomike me Shqipërinë, unë them që Shqipëria
mund të futet në një kolaps ekonomik. E them haptazi këtë, sepse është tepër e rëndësishme kjo. Pra e them që kush i kupton këto gjëra, të mund të marrë masa, sepse është e vështirë në një moment kaq delikat çdo lëvizje. Dhe lëvizja që do bëjnë tani këta organizatorët, me sa lexova dhe dëgjova, që nga Londra deri në Shqipëri, pra duke mbledhur të gjithë shqiptarët që gjenden në diaspor, pra në vendet, siç ju thash më përpara, të Evropës, unë them që në datën 21, pra të diellin që vjen, do të ketë një numër kaq të madh përpara sheshit, në sheshin Skënderbeu ose në Shqipëri, saqë nuk do të ketë më vend. Dhe nuk është vetëm ky problemi, por ajo deklarata që kanë lënë organizatorët më bëri akoma më shumë që të shqetësohem. Shqetësohem për Shqipërinë, jo se shqetësohem edhe për njerëzit, për ata që marrin pjesën për protesta. Pse? Sepse deri tani protestat kanë qenë miqësore. Pra, le të themi që gjithë këto ditë, për 14 ditë sot, protestat kanë qenë miqësore. Kurse kjo protestë këtu, pra nëse do bëhet kjo protestë e madhe, dhe nëse nuk do të miratohen kërkesat e protestuesve, pra të këtyre, siç thash më përpara, që janë themeli i ekonomisë familjare në Shqipëri, pra diaspora, them se nga ky moment do të krijohen probleme, siç e tha dhe vet organizatori, që në qoftë se nuk do të pranojnë kërkesat tona, që kërkesa e tyre, pra e organizatorëve, është që të jep dorëheqjen kryeministri, atëre unë jam i bindur që do të ndodhi diçka, pra do të ndodhin përplasje. Dhe në qoftë se do të ndodhë një përplasje me një numër kaq të madh në Shqipëri, atëre është një tërheqje pra e qeverisë e detyrueshme, sipas mendimit tim, sepse qoftë autoritetet, qoftë policia, nuk mund që të ushtrojë dhunë mbi një numër kaq të madh të njerëzve. Tani pse po e them këtë? Sepse duhet që të arrihet në një konkluzion, pra në një marrëveshje, përpara se të ndodhin pra probleme. Duhet që paraprakisht të merren masat për të mos ndodhur probleme, sepse kjo do bie jo vetëm mbi protestuesit, por edhe mbi familjet që nuk kanë pse të krijojnë këtë problem familjeve. Dhe do thot në njëri nga ju, po mirë, kush do ta bëj tani këtë marrëveshjen dhe si do ta bëjnë marrëveshjen? Kjo nuk e le tek unë, sepse unë nuk jam as politikan, nuk jam as kryeministër, nuk jam pjesë aty edhe e protestuesve, sepse siç ja u kam thënë dhe më përpara, unë nuk mundem dot që të lëviz nga kontratat që kam dhe jam përdit në punë, dhe tjetra është që jam me zemër dhe me shpirt pikërisht mes jush, mes gjithë shqiptarëve. Sepse ndonse kjo është një, siç thash dhe më përpara, një protestë miqësore dhe paqësore deri tani, them që nëse do të arrin që të mblidhen të gjithë këta shqiptarë, thash, siç thash më përpara, të diasporës në të gjithë Evropën, që nga Anglia, që të bëjnë gjithë atë rrugë dhe për të ardhur në Shqipëri, unë them që do të mblidhen të paktën 1 milion protestues. Dhe duhet të dini që nëse mblidhen 1 milion protestues në Shqipëri, që deri tani ka pasur, besa lexova natën e parë ishin mbi 100 mijë. Merreni me mend nëse ka 1 milion protestues, se çfarë mund të ndodhë në Shqipëri. Do t'ju them diçka. Protesta më e madhe të gjitha kohërave është bërë në Amerikë. Dhe është bërë në vitin 1970, por ishte për ditën e planetit dhe morën pjesë rreth 20 milion parafërsisht. Kurse këto ditë, me fjalë, në vitin 2020-21, mos gaboj, u bë një protestë tjetër që ishte arritën deri në 15 milion. Tani protesta më e madhe paqësore në këtë rast, si kjo e Shqipërisë, është bërë këtu në Rom me 3 milion protestues. Por prisni pak, sepse po flasim për Romën. Roma ka rreth 5-6 milion banor, me gjithë ata që nuk janë të regjistruar, dhe që marrin pjesë 3 milion është tepër një numër mjaft i madh. Por në Shqipëri, duke qenë një numër i vogël, që është një lagje e Romës, merreni me mend, gjithë Shqipëria është një lagje e Romës, atëherë nëse do të marrin pjesë, siç thash më përpara, 1 milion protestues, pra nga këtu përshkallëzohet çdo fjalë që unë them dhe çdo gjë që do të bëhet atë ditë, duke shpresuar që çdo gjë të shkojë mirë. Tani, sipas jush, çfarë do zgjidhje do të ketë, sepse nëse do të bëhet një marshim kaq i madh nga Londra, Belgjik, Holland, çfarë është Gjermani, pastaj Austri dhe zbresin poshtë. Atëherë, çfarë do të ndodhë në Shqipëri sipas jush? Dhe tjetra, çfarë mendimi keni ju nëse do të ishit ju kryeministri? Nëse do të ishit ju, njëri nga ju, kryeministër, çfarë zgjidhje do të bëjë? Ti, kushdo qofsh ti në këtë moment.
ose protestuesit. Në qoftë se protestuesit do i kërkojnë kryeministrit që ai të bëjë dorëheqjen dhe nuk e bën dorëheqjen. Çfarë ndodh atëre? Dhe në qoftë se do ndodhin përplasje, sepse në qoftë se nuk pranon kryeministri, atëre do thotë që do ndodhin përplasje. Dhe në qoftë se ndodhin përplasje, atëre çfarë zgjidhet? Pra, për të gjitha këto duhet diskutuar, sepse duhen menduar, si thash dhe më përpara, paraprakisht, sepse hyn në mes edhe populli, familjet, burrare që në për protesta ka dhe gra të martuara, me shtatzane, me fëmijë të vegjël, familje që disa prej tyre nuk janë të kënaqur me të gjitha këto vitet që gjoja të demokracisë, që dikush nuk i ka bërë dokumenta, dikujt i kanë marrë tokat, dikush i ka përvetësuar më vonë etj. Pra ka një pafundësi mërzitjesh të gjithë atyre protestuesve që marrin pjesë. Por një pjesë prej tyre thuhet që janë organizues të protestës dhe kanë le të themi dobi të tjera në këto protesta që sipas gjasave mund të jenë lidhur me grupe të ndryshme, paktën kështu thot qeveria. Tani ne nuk e dim, ndaj doja ta diskutoja me ju. Pres komentet tuaja, sepse kjo protesta e datës 21 pra të dielën që vjen, unë them që do të jetë vërtet një protest shumë e madhe, por dhe shumë delikate. Shpresoj që mos të përshkallëzohet gjendja dhe të zgjidhen paraprakisht të gjitha marrëveshjet që nevojiten nga të dyja palët. Pres komentet tuaja. Kalofshi mirë.